Në kuadër të 35 vjetorit të rikthimit të lirisë së besimit në vendin tonë, Myftinia e Shkodrës zhvilloi një mbrëmje përkujtimore kushtuar Haxhi Fezi Zaganjorit, imam me kontribut të mëdha fetare dhe kombëtare, teksa vlerësoi kontributin e Haxhi Fezi Zaganjorit. Myftiri i Shkodrës komentoi për herë të parë publikisht heqjen e tabelës në oborrin e xhamisë Bubekër nga policia e Shkodrës. Myftiri sotari i sigurisë së tabelës të shumë fishohet dhe vendoset kudo dhe sa askush nuk mundi ndal. Ne e kemi përbosh lagjes më të vjetër muslimane në Shkodër, a një prej lagjeve më të vjetra muslimane të Shkodrës, rusit me indërtu një xhami dinjitoze për historikun e kësaj lagje dhe personazheve të saj. E kemi përbosh që në bashkëpunim me të gjitha autoritetet e kemi ul shumë më tepër që mos e mbet peng, të mos më umyt në një lugë të vogël ujë në të cilën çuditërisht mbytemi të gjithë së bashku institucionet e këtij vendit, përfshi edhe Myftininë time. Pastaj të dashën të shtretë dhe për të mos dëshiruar me uzgjat, edhe pse kam një dëshirë të madhe me fole dhe me nda, si me dashën me hap këtë gjyben time dhe mi u tregu se çfarë kam në zemrën time. Ashtu si shpesh kam ba me Haxhi Fezi Zaganjorin vetëm për vetëm në mezhliset tona dhe takimet tona, që veç Allahu është dëshmitar. Ne asnjëherë nuk e kemi ul kryt përpara taborrave të iblisit. Edhe nuk e bajmë një gjatë të tillë. Se përndryshe do të ishim prej tradhtarëve të fesë të kombit. Ne asnjëherë nuk kemi pranuar që bitë e etërve të zi edhe taborrat e femohimit me na shkel. E kemi gjetë mënyrën për me i tregu secilit vendin e tij dhe kemi ecë përpara me kryen alt dhe duke vendos pikat mi i kur, ku dhe si duhet. Kështu kemi ba dhe me ngjarjen e fundit që na ka noll në oborrin e xhamis e Bubekër, kur një rrugaç me pushtet në një mënyrë të pabesë dhe një orë krejt të papritur hyn edhe prek ku nuk duhet prek. E që gjithsesi ajo tabel do të shumë fishohet dhe do të shumëzohet me dhjetra të tjera, dhe jeta jonë dhe aktiviteti jonë nuk mund të ndalet për kapriçon dhe tekat provinciale të askujt që është qëthur dhe ka deviju dhe e ka mujt zullumi i euforisë së çuditshme e të papërkthyeshme. Kështu do ta thoshte edhe i dashtuni Haxhi Fezi Zaganjori në hutben e xumas së ardhshme. Edhe më jeton shumë më të madh dhe më të nalë se sa toni im në këto momente. Kështu do ta thoshte i dashtuni Haxhi Fezi Zaganjori edhe për te hutbes së xumas, edhe në takime të ngushta dhe për te tyre. Si për t'ju thënë që ne i kemi kamp në tokë dhe ne jemi kush jemi. Dhe e keqja nuk mund asnjëherë as me na kap për dorë, as me na vu para, as me mendu se mund të na pushtroj. Sepse e mira e jonë dhe ajo çfarë ne përfaqësojmë dhe marrim sube është shumë më e madhe dhe shumë më larg se sa bota e zullumit, e grabitjes, e ignorancës, e primitivizmit, e pabesisë. Gjatë aktivitetit u shfaq dhe një pjesë nga ligjërata Haxhi Fezi Zaganjorit, mbajtur pak muaj para se të ndërronte jetë.